Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e koktelit të shpejtë veror, i cili bëhet i shishëm, freskues. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij kokteli veror, ku na duhet shumë pak përbërës, nuk na nevojitet akull, na nevojitet limon, fleta meta, na nevojitet kështu lëngje të frutave të ndryshme, pavarësisht se çfarë shije doni. I ngri në ngrirje. Kam 2 paketime, kam paketim pjeshke dhe portokalli. I ndajmë kështu në 2 gjysma, të bëjmë kombinimin e shijeve. Njërin gjysmën e paketimit, më falni, e hedhi tek njëra gotë dhe gjysmën tjetër tek gota tjetër. Kam coptu lëngun me shijen e portokallit dhe coptoj dhe me shijen e pjeshkës. Mund të vëni gota më të mëdha në gjysmë, më mirë është, pasi gotat tek unë janë të vogla. Hedhim feta limoni. Pije të gazuar Sprite, një kombinim i shijeve, pak fleta menta për aromë dhe dekor, dhe kokteli veror është gati për konsumim. Një koktel i thjeshtë, i lehtë për përgatitje, një pije freskuese shumë e shijshme. Besoj si u ka pëlqyer. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.